Stina e verës është një mirësi prej mirësive të shumta që na ka dhënë i Madhi Zot. Allahu i lartësuar ka bërë që ne të kemi 4 stinë. Të shijojmë mirësi në stinë të ndryshme, në kohë të ndryshme të vitit. Dhe gjitha këto janë argumente për ekzistencën e Zotit. Janë argumente për urtësinë e madhe që ka krijuesi i gjithësisë. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab." Me të vërtetë në krijimin e qiellit dhe tokës, në ndryshimin midis natës dhe ditës, ka argumente për mendarët. Dhe këto janë me të vërtetë argumente që njeriu duhet të meditojë në to. Dhe kjo stinë, siç është stina e verës, shumë njerëz, pra është edhe ajo ndjesia, nga që edhe dita është më e gjatë, edhe pra nxënësit e shkollave ose ata që kanë angazhime, pra i planifikojnë pushimet të kenë gjatë këtij sezoni. Dhe shumë prej njerëzve, pra pushimet e tyre i planifikojnë në këtë kohë, këtë sezon. Dhe pikërisht kjo është një mirësi që meriton falënderim dhe duhet meditim në të, po ashtu dhe planifikim se si mund ta shfrytëzojmë këtë stinë, pra në dobi të vetes tonë, në dobi pra të familjes tonë, dhe të avancojmë në aspekte të ndryshme të jetës.